Sot në 4 komunat të Maqedonisë po zhvillohet procesi zgjedhor pas anulimit të votimeve nga gjykata administrative. Në 3 komuna, Qendër, Strug dhe Gjoçe Petrov, po rivotohet në disa vendvotime, ndërsa në komunën e Dollnenit po mbahet rreth i 2 zgjedhor në të gjitha vendvotimet. Pjesëmarrja deri në orën 13 ka qenë më e ulët se në rrethin e kaluar zgjedhor, rreth 33% në nivel republikan. На ниво на Република Македонија излезноста е 33,41%, а на ниво на град Скопје 33,88%. Во општина Долнени излезноста е најголема и таа бележи 38,58%. Во општина Центар, каде се прегласува на 29 избирачки места, излезноста до 13 часот е 34,29%. Во Струга, каде се прегласува на 9 избирачки места, излезноста е засега најмала 25,05%. Во Ѓорче Петров излезноста е 26,82%. Deri te KSZ-ja nuk ka pasur vërejtje për paregullsi, por Asociacioni Qytetar Mos ka informuar për paregullsi të shumta në komunën Qendër, por edhe në Dollnen, prej nga ku raportohet për ndërprerje të votimit për rreth 20 minuta. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka hedhur poshtë këto informata. Мислам дека информацијата не е точна. Според наши сознанија не е точна. Votimi do të mbyllet në orën 19, ndërsa rezultatet e para zyrtare do të shpallen pak para mesnate.